puçat zi me syze, me kapele që nuk identifikoj. Dhe nëse e shikon atë videon e ndjen e kupton se çfarë ndodh, sepse kur ai zotëria që pretendon që ka tokën aty brenda, shkon te telat në lagunë, aty ku është rrequr laguna, është tharë se ka ardhur vera dhe laguna të rriqet, në lagunë, pra jo në tokë private, as gjikundi si shtaj, shkel gardhin dhe vinë, unë e shikoj dhe ato njerëzit vinë nga thellësia e lëndinës fushës atje dhe të rreqin me enkas, e qellojnë enkas, dhe policia qëndron aty, nuk reagon fare, njerëzit i thrasin policisë të ndihmoj, të reagoj, kur ka ndodhur në rjoll, policia ka qenë palë pjesë e konfliktit, është përpjekur t'i ndaj, shty njërin, shty tjetrin, ka qenë e ndryshme situata. Kurse aty, policia ishte inekzistente. Një qytetar i lirë, që po protestonte, pa qësisht, pa prekur as njëri me dorë, pa shkelur as një gjë private, pa cënuar as një gjë. U tërroj zvar, kjo shpërnda, jashtëzakonisht, mediat e kishin bojkotuar, nuk ishte as njëri aty, media televizive që mund ta transmetone. Kjo u shpërnda masivisht në rrjetet sociale, dhe protesta është prej atje, pra protesta nuk vjen nga informimi, protesta vjen nga kanale të pafundme të informimit dhe dezinformimit, se ka dhe histori të tjera. Por kjo është produkti dhe përpos kësaj policia pastaj e vijoi atë aktivisht gabimin, duke postuar një njoftim të rrem mbi ngjarje, duke pretenduar që ai u shoqërua, duke pretenduar që protestuesi ishte i dhunshëm, që pastaj e amplifikoi. Unë kam qenë duke shkruar,